Për të kuptuar lëvizjet e brendshme në një grupim politik shqiptar, sidomos në faza krize ose tranzicioni, duhet parë gjithmonë kontekstin ndërkombëtar që e ushqen ose e kontrollon atë. Në Shqipëri, si në shumë vende të Ballkanit, vendosja dhe rrëzimi i liderëve nuk ndodh në vakum. Prapa çdo ngjitjeje në pushtet ka pasur gjithmonë një kancelari që e ka mbështetur dhe pas çdo largimi me stërkëmsha, me skandale apo me arrestime, ka qenë dora e heshtur e ndonjë fuqie të madhe. Historia e liderëve në rajon është e ngjashme. Sali Berisha erdhi në pushtet me mbështetjen e amerikanëve dhe u rrëzua pikërisht prej tyre, jo një, por dy herë. Nikola Gruevski, një tjetër i preferuar i Perëndimit për vite me radhë, u rrëzua dhe u shpalli pa dëshiruar nga SBA dhe Gjermania për t'u strehuar më pas tek Viktor Orban. Milo Đukanović, i mbajtur me kujdes nga Perëndimi për 3 dekada, u nxor jashtë kur kaloi vijën e kuqe të tolerancës. Ilir Meta, për një kohë i favorizuar nga amerikanët, përfundoi në listën e të padëshiruarve, ndërkohë Albin Kurti erdhi në pushtet me mbështetje të drejtpërdrejtë të Berlinit në një proces paralel me arrestimin e Hashim Thaqit dhe gjithë kupolës së UÇK-s nga strukturat ndërkombëtare, të shtyra nga demokratët amerikanë dhe kancelarja Merkel. Në Serbi, skema është edhe më e ashpër. Slobodan Milošević u rrëzua nga Perëndimi, u arrestua nga Zoran Gjinxhić, i mbështetur nga SBA dhe BE, dhe më pas Gjinxhić u vra nga strukturat ruse përmes infiltrimit të eskortës së tij. As Edi Rama nuk është jashtë këtij cikli. Ai nuk hyri në politikë rastësisht, por u fut me insistimin e George Soros përmes Fatosnanos, i cili u detyrua ta përfshinte në kabinet pas presioneve të ashpra për korrupsion në vitin 1998. Rama ishte drejtuesi i parë i fondacionit Soros në Shqipëri dhe me anë të këtij pozicioni krijoi rrjetin e vet politik dhe lobues që ndihmoi të ngjitet hap pas hapi. Me hyrje në politik si kryetari i Bashkisë së Tiranës, Rama ishte i pari që i punsoi këshilltarët ndërkombëtar, përfshir emra të afërt me Tony Blair, si dhe figura të pa identifikuara, përfshir një hebreu amerikan misterioz, i veshur si rabin ortodoks, që e shoqëronte në terren. Në çdo fushat Rama ka pasur lobim të fortë ndërkombëtar dhe këshilltar amerikan, ndërsa lidhja e tij me George Soros dhe më pas me Alex Soros ka qenë boshti i strategjisë ndërkombëtare që e mbajti për shumë vite. Me Sorosin ka pasur lidhje të drejtpërdrejta dhe bashkëshortja aktuale Linda Rama, të cilën e njohu në bordin e Open Society në Tiranë. Por me kalimin e viteve, George Soros nisi të ndërtonte një plan rezervë, Erion Veliajin. Veliaj ishte i afërt me Ramën që në protestat e mjaft për rrëzimin e Fatosnanos dhe më pas u fut në PS me mbështetjen direkte të Sorosit, i projektuar si kandidati amerikan për Tiranën. Në 2015, Rama i tha hapur Ilir Metës se kjo kandidaturë na ka ardhur nga përtej oqeanit. Me kalimin e viteve, Veliaj u bë gjithnjë më i afërt me Alex Sorosin, një lidhje që shkaktoi pa kënaqësi të qartë në kryeministri. Alexi frekuentonte Veliajin më shumë se sa Ramën dhe këtë dëmsi Rama e pasi një sinjal alarmi. Mediat pranë Edit nisën të godasin Veliajin për videot propagandistike, ndërkohë që ai nuk ndodhej në vendngjarje. Kjo nuk ishte thjesht satirë, ishte një luftë e brendshme për kontrollin e lobit ndërkombëtar. Kulmi u arrit në shkurt 2024, kur gjatë vizitës së Antony Blinken në Tiranë përveç Ramës, i vetmi politikan që takoi ishte Erion Veliaj tek Piramida, në praninë të Alex Sorosit. Kjo e tronditi Ramën, i cili u informua privatisht nga vet Blinken se duhet të fillonte përgatitjen për largimin nga drejtimi i qeverisë dhe PS-s. Rama e kuptoi mesazhin, filloi të fliste për poste ndërkombëtare si NATO e BE, për të ushqyer idenë se ai do të largohej vet, por në heshtje përgatiti kundër sulmin. Në prapaskenë, nxorri nga më nga Nesti Angonin, një njeri besnik dhe të padukshëm, të cilit i dha detyrën për të përgatitur dosjen Veliaj. Në shkurt 2025, Erion Veliaj u arrestua në zyren e tij, sipas një skenari të ndërtuar një vit më parë, me kallëzim të Nesti Angonit në SPAK. Ndërkohë gjatë krizës afgane, Rama ofroi në orbitën e tij Humba Abedin, ish-dorë djathtë e Hillary Clinton. Përmes saj, mori disa gra afgane në Shqipëri dhe mori një çmim nga Vital Voices, organizata e Hillaryt. Në atë moment, Rama bëri një nga lëvizjet më të rafinuara. Bashkoi Abedin me Alex Sorosin, dy figura të forta në botën e lobit demokrat. Thuhet se ai vet ka qenë mblesi i lidhjes së tyre, e cila u vulos më 4 korrik 2024 në ditëlindjen e Ramës në Tiranë me pjesëmarrjen e Bill Clinton dhe çiftit të ri. Në dasmën e Alex dhe Humas në New York, Rama ishte krushku kryesor me fjalim të veçantë si mblesi i familjeve Clinton dhe Soros. Kjo lidhje e re e papritur e vendosi Ramën sërish në një pozicion të fortë ndërkombëtar, duke neutralizuar përkohësisht afrimin e Veliajt me Alexin. Ndërkohë që Obama dhe lobistët e tij mungonin në fest, grupi i Biden ishte i përfaqësuar nga Kamala Harris, ndërsa Yuri Kim, ndihmësja më e afërt e Blinken, thuhet se ishte e përfshirë në të gjithë këtë konfigurim të ri. Ndërkohë Veliaj kishte kohë që nuk shfaqej më në orbitën e Alex Sorosit. Pas arrestimit nuk mori asnjë mbështetje, asnjë shenjë solidariteti. Edi Rama e kishte izoluar plotësisht.
dhe kishte filluar një spastrim të heshtur në rrjetin e Open Society në Shqipëri për të zhdukur çdo element që mund të kishte lidhje të hershme me Erion Veliajin dhe për të ruajtur kontrollin e tij absolut mbi lobin ndërkombëtar të majt.